me pak fjalë historia me Rudinën, studentën tuaj. Po, jo studentën time, se kjo ishte pianiste. Se ju jeni këtu në Kopenhagen dhe Sirena. Në Kopenhagen. Se Sirena famshme. Këtu jemi në kohën e pandemisë. Pandemi ke qenë në Kopenhagen? Po. Në kohën e pandemisë. Të zuri atje? Na doli një jo. Ishim këtu, por në ato ditë përfituam nga hapje jo këto rregullat që ishin. Ne punuam në atë kohë për një projekt që do të regjistroheshin këngët shqiptare që kishte vënë në piano Lola Gjoka, këto këngët e prindërve tanë, këto këngët qytetare, 40 këngë, dhe Rudina ishte pianistja që do t'i luante pothuajse të gjitha, me dikë tjetër ishte një grup solistësh ndër më të njohurat Mariana Leka dhe 2 këngëtarë të ri të zgjedhur nga opera, dhe unë që ishe drejtoruesi artistik i gjithë këtij projekti dhe shkuam atje dhe këtu. Kishit frikë? Si shkua? Me atë pandemi? Po mirë, po zbatonim rregullat. Foto tjetër dhe... Këtu jemi ke Sirena që simboli i Kopenhagen. Priti aq shumë e vajza të dashurin marinar sa shdërruan në Sirena. Kam qenë atje, kam pa. Ke qenë, po. Tani, si është historia e lidhjes tuaj, maestro, me... Shiko... Ju nuk i keni dhënë mësim? Jo. Unë jam njohur vitin që vajta, atje, Rudina ishte maturante. Dhe ishte një lice, maturante, unë kisha nxënësa dyshëm, si shkova atje që je një kuti ku gjithë hedhin nxënësat problematik. Gjithë lirojnë se cili dhe merr një koshti edhe me të talentuar, po o që s'ka vullnet, o në tjetër që s'ka, do me thënë, bëhet edhe do punosh shumë që ta ngresh. Mirë po kishe të bëjmë me setër, me thë që unë s'mund ta pranonje, do me thënë që këto nxënësa mos kenë progres, ose dy t'ikën nga shkolla, në rrasë ashtu. Shkolla kishte arritje, atër jo, pa vrami. Po dhe? Edhe në këtë grup të talentuar ishte në matur, që ishte Renato Ripo, violoncelist, shumë i mira, Stricelita, pastaj ishte Smeral Spajun, violine, të tjerë, ishte dhe Rudina në piano, kishte dhe të tjerë, dhe në këtë grup që vinin bënin lëndë afër klasës time, duke njohur me këta të tjerët, Rama aty ishte dhe një person i njoftur familjarisht për nesh, me lidhje gjaku, dhe kështu u krijua një shoqëri. Po këta kishin përshtypje shumë mira për liceun, sepse liceun atë kohë kishte një jetë artistike të admirueshme, çdo të diel në sallën e lidhjes bënte koncerte recitale me nxënësat më të mirë. Kishte disa gjëra. Dhe këta filluan vinin shpesh. Erdhe një herë, 2 herë në ato kohë, miqësia u zhvillua dhe në vitin e 3, kur Rudina ishte në shkollë, ishte krahas me Marimin, e pam që kjo lidhje tonë, domethënë, ishte një lidhje që nuk mund të ishte të quhesh më shoqëri. Dhe në këtë mënyrë erdhi kjo lidhja tonë. Sa vjeç ishi tu, profesor? Po, unë isha 36. 36. Ajo ishte? Ajo ishte 26, se i takon, se tjetë qik me vogël. Okej, foto tjetër? Ja, dhe këtu një foto, këtu është dasmës? Kjo është në dasëm. E dasëm. Dasmë madhe, ku e bë dasmën? E bëm ke një lokal këtu, ku është kinema Partizani, ku ka qenë, ai një që ishte si restorant atje. Edhe po atje nuk kërceheshin tërkohën një dhe hudh pare. Në atë kohë orkestra ishte një orkestër moderne, kemi kërcyer rock e çfarë të do një ti si asnjëherë tjetër. Bëm një dasëm shumë bukur edhe muzikantët vetë. Edhe vetë muzikantët? Po. Kush ishin kitar? Në kitar ishte Kola, si e kishte emrin. S'ka problem. Foto tjetër? Këtu jemi në Dajt. Tu jeni në Dajt? Po. A se duke si, do dhe mua më duk, me thënë drejtë, më duk si jashtë Shqipërisë, po... Jo, këtu brenda. Shkonim shpesh, kemi shkuar dhe kur ishim studentë në Dajt, në këmbë. Foto tjetër, se më ka bërë përshtypje është një foto, që ma keni dhënë ju. Po këtu, në Rusi? Jo, këtu jemi në Suedi. Suedi? Suedi koncerte në një pishin, i cila atje është borë,
temperatura kaq minus, dhe ne vorbulla të nxirrte për jashtë dhe vuse pra brenda, vorbulla e ujit. Çfarë thua? Po, atëherë ne vendosëm të dalim edhe të bëjmë një foto sikur jemi në Dbar. Dhe atje ishim. Unë thash, kur më dërgove këtë, thash, maestro, mas kësaj u vizituat, më urdhëni të ftohet? Jo, hiç fare. Bravo, të forti. Foto tjetër? E organizuam bukur. Ja, kishte... A kjo është ajo e festivalit 11, orkestra e muzikës letë. Foto tjetër? Gaspër Çuçis, kjo. Tani, Gaspër Çuçia se më ngasmove. Si mund po shkatoj? Muzikanti, shiko, fati keqi ti. Pse? Ai kishin bërë një gjë. E dima dhe atë të bileta. E kishte bërë? Po. Kishin bërë një grup që kishte bërë dhe të nesërmen u abrogua ligji i pushkatimeve për këtë. E pse një ditë pas pushkatimit? Jo tamam një ditë, do me thënë ato kohë. Të erdhi keq, profesor, të erdhi keq. Ishte shumë talentuar. Shumë. Për këtë lloj muzike, sidomos. Edhe me këtë bendin, e kishte në natyrë këtë natyrën e jazzit. Dhe kisha kënaqësi që në ansamblin e këngëve dhe vallëve në kohën që isha unë, ishte dhe vajza. Vajza e ti, është akoma atje. Është atje Çuçia, po qa... Jo, të shmërtuar është bërë kërcimtare. Është kërcimtare, Vajza e Gasprit. Sa interesant. Foto tjetër? Po. Kjo është një nga ato të festivalit që ne folëm. Festivalit 2000. Kush është dirigenti? Po ky duhet jetë... Se s'dallohet një. Nuk dallohet. Foto tjetër? Ermir Kranti, nuk dallohet. E gjithë 12, jo. Këtë e me ferdi. Tani do më tregosh edhe shkopin e dirigentit, se e ke dhurat nga Ferdinand Deta. Po. Kush është nga ta? Ja, ky është. Këtë ta ka dhuruar Ferdinand Deta? Po. Ishte një ditë kur mua më duhesh se krahas veprave me këtë orkestrën time, fillova të luaj një vepër të madhe që e kërkoni në Austri. Po? Oratorin e Haydnit, Krijimi i botës. Është një vepër që do 100 veta për ta luajtur, kore austriake, orkestra, 2 konservatore me solista, ka qenë një nga gjërat më të bukura me një orkestër kalamajsh që habiti i Austri. Dhe i të dhuroj? Dhe Ferdi më tha, dëgjoj, i thashë, më se do marrë një bagetë e ti. Ja më tha, mere këtë time, tha, unë se unë kam një tjetër. Edhe mora bëra provat me këtë punë, bajta për herë. Në fakt më duhe shumë, se kur shkuam në Austri, ajo katedralja dhe është një filmim shumë i bukur i Walter Qarit edhe në një katedralit të madhe në Graz, ati distanca ishte shumë e madhe. Dhe unë isha mësuar që drejtoj një orkestrën e harqeve të fëmijëve këtu afër. Do jesë që nevoj fare për... Dirigenti i korit, po, s'kisha të prandajnë. Dirigenti i korit, maestro, thot, hape një qik kranë që ta shifrin, se nuk e shifrin, më thonë. Unë, në fakt, kisha paketën e Ferdit, dhe në prova përdora këtë, pastaj gjeta një tjetër qik më... Po të dy tjerat, i ke përdorur shpesh, baketa apo gjithmonë me dorë? Kjo është për prova, po më vonë, sepse pas e kanë drejtuar dhe opera, dhe kjo pun e këtyre fëmijëve cilët unë i drejtova me repertor virtuos dhe ishte orkestra më e mirë në Europë në atë kohë, me çmime të marra vetëm çmime me maksimumin e pikëve të jurisë absolute që para, deri në milenium. Po? Më dhe 10 vjetë ne kemi shëtitur ja Suedies lam vënd pashë. Rino njërë asaj, i ke rënë asaj bagetës? Mani qëtësi? Po si me ndonë ti? Shqiptarë në Shqipëri. Shqiptarë apo ja. Nga një debatet bëhen për të ndihmuar, nuk po për më debatet. Jo, kur ke qenë drejtori i Teatrit të Operës, ti ke një aktivitet jashtëzakonshëm, ne gazetarët kishim qefshë në njerë bëhet orkestra bën zhurmë në prova, ishte një dirigent italian. Të kujtohet, besoj? Po, kujtohet. Janë disiplinuar orkestrantët, maestra? Sigurisht, po. Do dhe mënyra se si e thatë, do e kuptova. Shiko, tashti ne jemi shqiptar nga temperamenti, apo jo? Si thashu nga një dhe për ndihmuar, nuk flasim me zë të ullët, se në punë, në ngretë zëri. Po të fillojnë filan vënd, këtu japin një sugjerim, pse mos e bëjmë kështu dakord. Jam plotësisht dakord me këtë gjë.
nga njerë ka dhe në të qeshur, edhe unë veti nga smoni nga njerë më pëlqenë në qikumori për të thyrë atmosferën. Pra, jemi të gjithë, si thua E the aq butë, e the profesor, e the aq butë sa nuk e ke ide. Po është kjo qetësia jote që si armë më vete kam përshtypjen. Duhet kemi parasysh temperamentin tonë. Edhe nga njerë ka dhe një eksagjerim. Për shembull, nuk kuptohet që dirigenti është për të vërë vrejtje, nuk është vetëm për të thënë bravo. Dhe njerë mund thotë, është për të vrejtje, kjo duhet bërë kështu. Dhe jo të gjithë e pranojnë. Foto tjetër? Tani kemi disa foto që janë disa aktivitete, maestro, festivale, koncerte recital, këtu kemi të Arditit, ka fituar çmimin e parë? Po, Arditi është me, atje është ajo Miri e Braja, Gili, këto... Gili, po. Që janë edhe ky është projekcion. Projekton dhe shoqëruesit. Po, shoqëruesit grupi. Edhe veshje ti, kjo veshje ti. Ky zotnia këtu në mes. Po? Është Vasili ka mbi emrin kë. Po? Kush është me mbi emrin Vasili në botën tonë? Në botën tuaj e botën tonë? Në botën tuaj dhe tonën. Vasili? Petrit Vasili? Eni Vasili. Eni Vasili, që ka? Jati. Jati Eni Vasilit? Qa thua? Dhe ka qenë dhe kompleksi i kompleksion? Po, këtë janë kompleksi miri mund shumë atë ko. A jati i pari më duke se është jati i Elsa Liles. Elsa Liles, po? Po, këj dyti është Gramozi, vllai i Ylbergjinit.